pa marrë parasysh çfarë je duke ndjerë, qoftë lumturinë më të madhe në ditën tënde të dasmës, apo trishtimin më të thellë kur ke humbur një njeri të dashur, ajo ndjenjë nuk do të zgjasë për gjithmonë. Prandaj, mos merr kurrë një vendim të përhershëm bazuar në një ndjenjë të përkohshme. Disa prej jush ndoshta po ndihen sikur duan t'i japin fund jetës tani. Mos e bëj. Ti na duhesh këtu. Je i dashur, i dëshiruar dhe i nevojshëm.